A shkrepur kjo fotografi me 28 nëntor 1912? Fotografia që tregon Ismail Qemalin me delegatët në balkonin e Pavarësisë në Florë nuk është nga dita e shpalljes së Pavarësisë, edhe pse shpesh është përdorur si fotografia zyrtare e 1912-s. Nuk ju besohet, po ju japim faktet. 1. Sipas studimeve të historisë së fotografisë shqiptare, nuk është gjetur asnjë fotografi nga 28 nëntori 1912. 2. Fotografia e njohur, ajo në balkonin e Pavarësisë, është shkrepur një vit më vonë, në 28 nëntor 1913 nga fotografi Petro Dimitri gjatë festimeve të përvjetorit të parë, jo gjatë shpalljes. 3. Ndërtesa që shfaqet në këtë foto nuk është shtëpia ku u ngrit flamuri më 1912-ën, është celia e qeverisë së Vlorës në vitin 1913. Shtëpia vërtet e ngritjes së flamurit ishte banesa e Xhemil Beut, e shembur në vitin 1925 dhe e padokumentuar në fotot e ditës historike. Pra, nga 28 nëntori 1912 nuk ekziston asnjë foto. Imazhet që qarkullojnë sot janë nga një vit më vonë dhe nuk dokumentojnë momentin e shpalljes së Pavarësisë. Gëzuar 28 nëntorin.